Sot shënon 26 vjet nga betejë e Koshtarës, një nga përballet më të rëndësishme të ushtrisë së çmimtare të Kosovës gjatë luftës për liri. Betejë e Koshtarës me 9 prit 1999 në kuadër të operacionit të Shigjeta është njëra ndër më të përgjakshmet dhe më heroikët e luftës së ushtrisë çmimtare të Kosovës. Thyrja e kufirit në mes Kosovës dhe Shqipërisë shënon jo vetëm një fitore morale për UÇK-n, por ajo i hapi rrugë furnizimit me armatime dhe mbështetje logjistike për shumë zona të luftës në brendësi të Kosovës. Në aspektin strategjik, betejë e Koshtarës kishte rëndësi të veçantë jo vetëm marrjen dhe pastrimin e kufijit, por edhe krijimit të prapavijës së qëndrueshme për mbështetje dhe operacione logjistike, ndihmë mjekësore e të tjera. Thyrja e kufirit në Koshtarë jo vetëm që shënoi një fitore të madhe morale, por ajo edhe praktikisht mundësoi furnizimin e luftës me armatim dhe municion. Heqja me luftë e kufirit mes Kosovës dhe Shqipërisë kishte edhe rëndësi juridike në të drejtën ndërkombëtare. Kjo pamundësonte kontrollin e forcave serbe mbi territorin që ndante në mes një komb të vetëm, shuante ndikimin e dhunshëm shtetëror dhe integritetin territorial të pretenduar. Kjo betejë u bë motiv për shtimin e rrallëve të vullnetarëve që i bashkoheshin UÇK-s në front. Triumfi i luftëtarëve nga mbar-trojt të Kosovës të bashkuar në Brigadën 138 në krye të së cilës ishte komandanti Hakim Ramadani bëri që të shembet muri gati 100 vjeçar i vënë në mes të Kosovës dhe Shqipërisë. Betejë e Koshtarës ishte një ndër hallkat më të fuqishme në zinxhirin e pakaputshëm të historisë kombëtare dhe si e tillë do të përkujtohet gjithmonë ndër shqiptarët.